Sot u mlodhëm për Erionin, por na kujton edhe Martin Canin. Dy të rinj që humbën jetën nga dhuna. Dy të cilët ishin si njëri prej nesh. Me ëndra, me plane, me një jetë që duhet të takonte së ardhmes. Ikja e tyre na ka tronditur dhe na ka treguar se sa shumë rrezikohet rinia nga konfliktet e kota dhe zgjedhjet e gabuara. Ne nuk jemi këtu vetëm për të vajtuar, por për të kërkuar drejtësi dhe ndryshim. Dhuna nuk lind vetë. Ajo vjen nga mungesa e komunikimit, nga presioni, nga ndikimet e gabuara dhe nga rritja pa orientim të duhur. Prindërit duhet të flasin me fëmijët, t'u qëndrojnë afër dhe të mësojnë si të përballen me jetën, pa përdorur dhunë, bullizim. Ne si të rinj duam siguri, duam jetë normale, duam të mos humbasim më shok për arsye që nuk ka vlen të diskutohen as një sekond. Jemi këtu për Erionin, jemi këtu për Martinin, por jemi këtu edhe për veten tonë, që një tragjedi e tillë të mos përsëritet më. Drejtësi për Erionin, drejtësi për Martinin, dhe kujtimi i tyre të na bëj më të vetëdijshëm dhe më të bashkuar.